Bronkiti kronik është një nga arsyet më të zakonshme pse shumë njerëz kërkojnë në internet. Pse më vazhdon kolla? Pse kam kollë me mukus çdo ditë? Pse nuk marr dot frymë si më parë? Ky problem lidhet drejt për drejt me inflamacionin e vazhdueshëm të bronkeve, tubave që çojnë ajrin në mushkëri. Kur ky inflamacion zgjat për një kohë të gjatë, ai shndrohet në bronkit kronik, një gjendje që nuk zhduket shpejt dhe që mund të ndikojë shumë në cilësinë e jetës. Në fillim, kolla mund të duket si një gjë e zakonshme që vjen pas një gripi ose një ftohjeje, por shumë njerëz vënë re se ajo nuk largohet edhe pas javësh. Kjo ndodh sepse bronket vazhdojnë të prodhojnë sekrecione të trasha, të cilat trupi përpiqet t'i nxjerrë me kollë. Me kalimin e kohës, kjo gjendje bëhet kronike dhe kolla shndrohet në diçka të përditshme, sidomos në mëngjes. Ky është një nga simptomat më të kërkuara në Google. Pse kollitem më shumë në mëngjes? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Sekrecionet mblidhen gjatë natës dhe trupi i nxjerr sapo zgjoheni. Një nga shkaqet kryesore që njerëzit kërkojnë online është: a vjen bronkiti kronik nga duhani? Përgjigjja është po. Substancat kimike në duhan irritojnë rreshtimin e brendshëm të bronkeve dhe shkaktojnë inflamacion të vazhdueshëm. Edhe nëse dikush nuk pi vetë, frymarrja e tymit të tjerëve mund të krijojë të njëjtin dëm. Duhani është faktori më i fortë i lidhur me bronkitin kronik, dhe shumë njerëz e kuptojnë këtë vetëm pasi kolla u është bërë pjesë e jetës së përditshme. Por duhani nuk është i vetmi shkak që kërkohet shpesh. Shumë njerëz shkruajnë: a vjen bronkiti kronik nga puna, nga pluhuri, nga kimikatet? Dhe përgjigjja është sërish po. Ambientet me pluhur, bojra, kimikate dhe ndotje të rënd dëmtojnë mukozën e bronkeve nëse fithen çdo ditë për vite të tëra. Profesione si ndërtimi, saldimi, bujësia, pastrimi industrial dhe punët në fabrika rrisin ndjeshëm rrezikun për bronkit kronik. Një tjetër kërkim i zakonshëm është: a është bronkiti kronik i rrezikshëm? Problemi qëndron te dëmtimi gradual i mushkërive. Me kalimin e viteve, inflamacioni i vazhdueshëm i dëmton bronket dhe ngushton hapësirën nga ku kalon ajri. Kjo çon në lodhje të vazhdueshme, fishkëllim në gjoks, mungesë oksigjeni dhe vështirësi të madhe në frymarrje, sidomos gjatë ecjes ose ngjitjes së shkallëve. Një simptom që shumë njerëz kërkojnë është: pse kam gjithmonë mukus të trash? Sekrecionet e bronkiti kronik bëhen më të dendur për shkak të inflamacionit dhe duhanit. Trupi reagon duke prodhuar edhe më shumë, duke krijuar një cikël të pakëndshëm që e ban kollën gjallë çdo ditë. Në disa raste sekrecionet ndryshojnë ngjyrë, nga të bardha në të verdha apo jeshile, gjë që shpesh i shqetëson njerëzit dhe i çon të kërkojnë në internet ngjyra e mukusit çfarë do të thotë. Këto ndryshime shpesh lidhen me infeksione të shpeshta të rrugëve të frymarrjes që përkeqësojnë bronkitin kronik. Shumë kërkojnë gjithashtu: a shërohet bronkiti kronik? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha. Bronkiti kronik nuk shërohet plotësisht, por mund të kontrollohet shumë mirë. Hapi më i rëndësishëm është ndalja e duhanit. Studimet tregojnë se edhe pasi mushkërit janë dëmtuar, ndalimi i duhanit ndalon përkeqësimin e mëtejshëm dhe zvoglon simptomat brenda disa javësh apo muajsh. Shumë njerëz kërkojnë trajtime shtëpie, si ta lehtësoj bronkitin kronik në shtëpi. Ka disa gjëra që vërtet funksionojnë. Pirja e shumë ujë ndihmon në hollimin e sekrecioneve. Ajri i lagësh në shtëpi parandalon tharjen e rrugëve të frymarrjes. Ushtrimet të thjeshta të frymarrjes dhe ecja e përditshme ndihmojnë mushkëritë të hapen më mirë. Shmangja e ndotjes, tymrave dhe pluhurit është thelbësore. Në anën mjekësore, shumë njerëz kërkojnë: çfarë ilaçesh ka për bronkit kronik? Mjekët zakonisht rekomandojnë inhalator bronkodilatues që hapin rrugët e frymarrjes dhe reduktojnë vështirësinë në thithjen e ajrit. Në raste të tjera përdoren ilaçe kundër inflamacionit apo antibiotik nëse ka infeksione të shpeshta të rrugëve të frymarrjes. Për disa persona, rekomandohen terapitë e frymarrjes që mësojnë teknika nxjerrje të sekrecioneve në mënyrë më të efikase. Një tjetër pyetje e shpeshtë është: a përkeqësohet bronkiti kronik me kohën? Fatkeqësisht po. Nëse nuk trajtohet dhe nëse nuk hiqet dorë nga duhani, bronkiti kronik mund të çojë në probleme shumë të rënda të mushkërive, përfshirë edhe emfizemën. Kjo është arsyeja pse çdo simptom si kolla e vazhdueshme, frymarrja e vështirë, sekrecione të shumta dhe lodhja nuk duhen neglizhuar. Shumë njerëz raportojnë se simptoma e tyre përkeqësohet në dimër dhe kërkojnë shpesh online: pse më shtohet kolla në dimër? Arsyeja është se ajri i ftoftë dhe i thatë irriton më shumë bronket,
ndërsa virozat e stinës rrisin inflamacionin dhe prodhimin e sekrecioneve. Kështu, simptomat bëhen më të rënda dhe shpesh kërkojnë më shumë kujdes. Në fund, është e rëndësishme të kuptoni se bronkiti kronik është një gjendje që kërkon vëmendje të përditshme. Nëse kolla zgjat më shumë se disa javë, nëse sekrecionet shtohen, nëse lodheni shpejt apo keni ndjesinë se nuk merrni frymë si duhet, e keni kohën që të kërkoni ndihmë mjekësore. Sa më herët të vendoset diagnoza, aq më lehtë keni të kontrolloni simptomat dhe të jetoni më qetë. Shumë njerëz arrin të jetojnë normalisht edhe me bronkit kronik. Gjëja më e rëndësishme është të mos injoroni sinjalet që trupi ju jep. Kolla që nuk largohet ka gjithmonë një arsye, dhe sa më shpejt ta kuptoni, aq më mirë do të jenë mushkrit tuaja në vitet që vijnë. Faleminderit që qëndruat deri në fund. Ne zgjedhim çdo javë video të dobishme që mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë trupin tuaj. Ju përshëndes dhe dëgjohemi në videon e radhës.